Mirë se erdhe në Foqip Show. Mirë se u gjeta, ju përgëzoj për këtë emisionin përkullueshëm që keni. Faleminderit shumë, Kelmend, kënaqësi që kemi në studio, du me ditë tash se po na dukesh i frym pa krave dhe gjoksi. A ke bo skleka para si marr thua jo, pompa. Skleka ju thoni pompa. Po pompa, domethënë ne po flasim me u kuptu pak për Dardani. Po. Unë stërvitem aq shumë që edhe pompat para emisionit nuk më duhen. Nuk duhen para emisionit. Po. Ore do ta bëjmë të emision që ta kuptojnë edhe lushnjare. Po, pa e di dialektin e shqiptarëve të Kosovës. Amo se din kush rrituar në lushnjë se di. Po, ata kanë pak problem. Ata kanë pak problem. Ere, ti po je me dialektin e Kosovës, ne bëjmë me dialektin e gjuhës shqipe. Mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Si e? Mirë, faleminderit. Ç'a bëhet? Mirë. Lo? Mirë, kënaqem, jam i lumtur që kam ardhur tuke ju dhe faleminderit shumë për ftesën. Me kënaqësinë më të madhe të kemi ftuar Kelmend dhe jemi edhe ne shumë krenar me arritjet tuaja. Të gjithë shqiptarëve anë mbanë, dhe kjo shtëpi nuk është dhe jona, është të gjithë shqiptarëve të suksesshëm që janë në gjithë botën. Kelmend, ne kemi dëshirë me ditë për ty pak a shumë. E keni histori pak të veçantë. Se keni histori të veçantë edhe ka shumë shqiptarë që presin tash me ditë kush është ky djali. Ti je nga? Unë jam Kelmend Alili, jam 27 vjeç, i lindur dhe i rritur në Lushnjë, dhe atje kam vazhduar shkollën, kam deri në moshën 15 vjeçare, pastaj nga mosha 15 vjeçare kam ardhur i vetëm në Gjermani. I vetëm? Po. 15 vjeç ke ardhur i vetëm në Gjermani? Po, kam ardhur i vetëm në Gjermani. Pra, imagjino, 15 vjeçar, që akoma s'ka qenë 18 paktën me vendos vetë, 15 vjeçar, fëmijë ka ardhur në Gjermani. Si ke ardhur? A mundem me ditë si ke ardhur në Gjermani? Kam ardhur me vllajin tim, ai më ka pruar deri në Gjermani, ai vetë jeton në Itali. Dhe aty pastaj vazhdova shkollën në Gjermani, shteti gjerman më dha një mundësi. Arritja në Gjermani si ka qenë? Kelmend, kam dëshirë me ditë me kamion, në kam, me gomone, me autobus, me tren, me aeroplan, me çfarë ke ardhur në Gjermani? Kam ardhur nga Italia. Nga Italia? Po, kam ardhur nga Italia dhe nga Italia pastaj kam marrë shumë keq që i futur në bagazh. I futur në bagazh? Po, pra kjo është interesante, do të më tregu. I futur në bagazh makinës? Po, i futur në bagazh. Në çfarë viti bëhet fjalë? Bëhet fjalë 2013. 2013, s'ka pas liberalizim vite, ka pas. Mund të vije kështu, po unë isha minore, nuk isha drejt. Unë do të vije me prindin diçka, po nuk isha drejt vije vetëm. Nëpërmjet Zvicrës keni ardhur? Jo, nga Italia, nga Austria kemi ardhur. Nga Austria. Okej, të paktën Zvicra s'ka që na thotë në këtë moment, ka ardhur nga Italia, Austria në Gjermani. A ke pas frikë në atë moment? A mundesh më na tregu pak? Them drejtën, unë kam përjetuar shumë në jetën time. Më ka bërë shumë të fortë dhe e kisha vetëm këtë mendje që të më ndaloj në rrugës, do marrin dhe nuk e di se si do përfundoja, pasi një fëmijë i vogël 15 vjeçar, çfarë do mendosh tjetër. Për ata që se kuptojnë, i ardhur në Kipek, e kanë futur në Kipek kerrit, mos bagazh ndoshta se kuptoni komplet. Në Kipek të kerrit e kanë futur për të ardhur në Gjermani atë kohë, 15 vjeçar. Po. Si vazhdoi pastaj jeta jote në Gjermani si 15 vjeçar? Atëherë unë falenderoj edhe shtetin gjerman që më dha një mundësi të madhe që kam jetuar në azil atëherë. Ke jetuar në azil? Po, kam jetuar në azil deri në moshën 18 vjeçare. Dhe aty kam vazhduar shkollën, gjithçka, mbarova dhe shkollën, por për fat keq ata nuk më pranuan pastaj që unë të rija mbas mosha 18 vjeç, më erdhi letra që ta lëshoj Gjermani. Gjermani. Ku ke jetuar në atë kohë si 15 vjeçar? Në azil. Në azil, si qendër azilit. Po, qendër azilit kam jetuar, sepse isha i vetëm, mos kisha asnjëri në Gjermani. Po si ke mujt me arrit me jetu 3 vite vetëm 15 vjeçar? Ke bo hizmet vetes, ke bo buk vetes, ushqim vetes, ke lagësh gjithçka, po. Gjithave. Financiarisht na jep të shteti gjerman, na jep të mundësitë që të kishim për të ngrënë, por për të gatuar për gjithçka do t'i bëja vetë. Pra 3 vite ke nejt në një qendër të azilit? Po, në një qendër të azilit. 3 vite, si 15 vjeçar. Po, pastaj para se të mbushet 18 vjeç, më erdhi letra që duhet të lëshoj Gjermaninë. Edhe s'kisha mundësi tjetër, ata do më merrshin dhe më çosh do më ktheshin për në Shqipëri. Arsye që Shqipëria është një shtet i sigurt, por dhe problemat që unë kisha bërë një djalë i vogël që besoj sot nuk do t'i bëja kurrë ato probleme. Ke bërë probleme gjatë asaj kohë. Probleme. A mundesh më na kallëzu pak në detaje? Po, tash kanë kaluar ato probleme. Sherrat e rrugëve, gjithçka, këto ishin. Ke qenë problematik? Kam qenë edhe djalë i mirë, por nëse më ngacmonte dikush, nëse më gucë dikush kështu i thon shqiptar të Kosovës, aty jam shumë gjak nxehtë. Atëherë, Kelmend, që ta qartësojmë pak me shenjë se Gjermania ka falë dhe na kena me të fal. Po. Ideja është ti prej moshës 15 deri në 18, do thotë që ti je zonë me njerëz rrugës, je rraf me njerëz rrugës. Nëse
kishte raste që u bëshin sherrë dhe aty normal. Ke ndërhy. Po, kam ndërhy edhe unë nuk ngacmoj një njeri, po nëse mbi dikush më qaf, aty eksplodoj. Ke eksploduar domethënë. Po. Okej, pastaj kur kanë bërë ata llogarinë e tyre gjerman, kanë thonë ky djali që ka pak problematik, po të kthejmë. Po. Por plani im nuk ishte ky njet, plani im ishte që unë të arrij diçka në jetë si jam edhe sot që kam arrit, falenderoj Zotin. Ky ishte plani im, po I vogël me atë mosh, pa familje, pa asgjë. Pas ke pas fajse, s'ka pas edhe kush me mësu me të eduku. Po. 3 vite ti ke nejt pa shku fare në lushnje? Pa shku fare, po. Pa shku pa I pa prindrit. Pa I pa prindrit pa asgjë. 3 vite, 15-18 vjeç ti s'ke parë familjen tënde fare. Që është koha më e bukur besoj për çdo fëmijë që ti kaloj. Unë them gjithmonë që kjo mungon në jetë, prindit I duaj jashmas, familjen time duaj jashmase. Edhe po ishte jeta e tillë që luftojmë për një jetë më të mirë, që erdha në Gjermani thash që sakrifikoj për diçka më të mirë në jetë. Por ti pas ke bos gjithë e duhur se shumica kanë shkuar në Greqi, valla, ti kanë ngel atje. Po. E ke parasysh, paktën në Gjermaninë pas ke ditë me gjujt. Po, falenderoj Zotin. Bravo. Tani të kanë kthy si 18 vjeçar, të kanë kthy në Shqipëri. Më kanë kthy në Shqipëri, më çuan letrën që do të kthehem në Shqipëri, se për ndryshe unë këtu ato do më jepshin, më bëshin probleme, më bëshin bllokoshin. Por kam marrë për një kohë të shkurtër herë dhe përsëri prapë në Gjermani, edhe Ka erdhur prapë në Kipek në bagazh apo Jo, erdha ndryshe. Erdhë ndryshe po. Erdhë si zot një herë. S'patë më vend gepek na ashtu tash. Po, erdha se kisha drejt pasaj, se kisha mu 18 vjeç, mund vije me pasaport. Në Shqipëri kemi edhe të lejueshme që mund vim 3 muaj. Edhe erdha pastaj gati mbas 3 javësh kam ardhur përsëri në Gjermani. Okej. Po. Bastëria, okej. Po, dhe ka qenë dhe kohë shumë vështirë, se s'kisha këtu as banim, as që Herën e dytë. Po, du të jetoja si mos më keq. E ku jetova pastaj? Se azilit ka për zonë. Po, azilit. Ku jetova tani herën e dytë? Tek shok, ndonjëherë më ka rënë raste që ata kishte mundësi që të flej edhe poshtë urës, thënë drejt. Ke flet poshtë urës në Gjermani? Po. Aq kam përjetu jetë keqe, por ajo më ka bërë më të fortë, më ka bërë shumë të fortë që unë ja ku jam sot. Bravo. Kelmen, ti në Gjermani ke fjetur jashtë poshtë urave. Po. Një herë, 2 herë apo më shumë? Po, më shumë se 2-3 herë jo. Por jam munduar që unë kisha në plan jetë që të arrije diçka, jo të rrije gjithmonë të fleja poshtë urës. Por si arrite me kap veten pastaj? Po, falenderoj Zotin, vazhdova punën, vazhdova të punoj, I mora pastaj letra, gjithçka u stabilizova në Gjermani. A të ndihmoj dikush apo atë në dikon që të ndihmoj apo? Me anë të firmës, me anë të letrave, kështu që e bëj me kontratë pune me gjithçka. U mundova aty, I mora pastaj moshë 21 vjeçare vazhdova boksin pastaj. Që kishte po, për më nxjerr nervat pastaj. Jo për më nxjerr nervat, unë e doja shumë që I vogël boksin. Që I vogël e kam pas pasion, por mundësit nuk ishin. Edhe pastaj erdha në Gjermani, problemet e gjithçka më kthyen, humba disa vite kohë. Por ajo dëshira ime për boksin nuk humbi kurrë dhe gjithmonë ëndër e ki pas boksin edhe si I ri. Po. E kam pas, babim ka pas qef që unë të bëja futbollist, për futbollin se e kisha kështu dëshirë, doja shumë, por unë isha person që doja vetëm të zija. Interesant, ne kena marrë vesh që je problematik, pra ne I ke marrë gjitha njerë sonde me në mbrojt. Se e kena marrë vesh që të bëmit se nune I gjohë ty, mund është edhe me në sulmu, ja ku I kam krejt, te kam mundësi. Ka që keq nuk jam, tani jam bërë djali mirë. Dhe shaka. A beson që këto vështirësi që e ke përjetuar kanë bërë një bokser më të mirë sot? Si bokser, po edhe në jetë. Më ka bërë, edhe pse jam akoma I ri, kam qenë dhe me I ri kur erdha këtu, më tregoi se çfarë do të thonte jeta, çfarë do të thotë që të kërkosh suksesin për një jetë më të mirë. Kjo më ka bërë më të fortë, jeta më ka bërë shumë më të fortë. Se shumica e bokserëve të suksesshëm kanë pas një femini pak të vështirë, si për shembull Mike Tyson edhe këto të tjerë. A ki njëri për këtyne pak si idol? Tyson e dua shumë. Tyson? Tyson e shikoj gjithmonë edhe për mua është edhe Muhammad Ali është një ikonë, është bokser shumë I mirë, por Tyson ka qenë. Edhe Tyson është legjend. E tani si 21 vjeçar, gjithmonë ke pas këtë qëllim me më marr, domethënë me sportin si profesionist apo veç si hobi e ke filluar një herë? Atëherë unë ja kam nisë te një shoku im, vazhdova stërvitin atje dhe më tha Kelmen, tha ti ke forcë të jashtëzakonshme edhe je luftëtar, pse nuk e vazhdon boksin? Edhe aty pastaj vazhdoi gjithçka, që vazhdova stërvitjen. Brenda 3 muajve kam bërë ndeshjen e parë dhe aty dole fitues. Edhe ajo pastaj dëshira u shtua sa më shumë dhe vazhdova në boksin amator, kam boksuar 5 vjet në boksin amator në Myni.
Sa ndeshje e ki pas si amator? Në boksin amator janë bërë 18 ndeshje. 18 ndeshje. Sa i fituan ato? 16 janë fituar. 16 janë fituar. E 2 i humbe? 2 humba, dhe ato 2 të humbrët mi kanë marrë. Ti kanë marrë? Në fakt i kanë fituar. Ti pa të fitu, po ti kanë marrë shumë, Mi kanë hile marrë, në nuk më. po, Po bëhet nuk hile jo. në amater, Po, normal. Bëhet hile, sepse ai bokson në shtëpinë e vet, gjyqtarët janë krahun atij edhe normal ta japin ndeshjen. Kur kalove në profesionist? Kam kaluar këtij viti 2025. 2025. Po në janar kam kaluar, jam me AK Promotion, që janë Myni, janë ata shqiptar. Dhe kemi një tim, kemi një grup shumë të mirë. Aty vazhdova profesionist, në boksin profesionist, pastaj në shkurt kemi zhvilluar ndeshjen e parë. Në shkurt të këtij Në viti. shkurt të këtij viti, po kundër një Gjeorgjani. Kundër një Gjeorgjani. Po. E fitove? E fitova, mbyllën raundin e tretë, ishte shumë rrezik për mua, kam boksuar dhe jashtë, boksova në Frankfurt. Ishte një rrezik shumë për mua, ndeshja e parë Gjeorgjani vinte kishte 13 ndeshje. Kishte 7 kishte të fituara, po prap kishte një eksperiencë të madhe. Edhe Gjeorgjanët janë si ne, janë kokë fortë që nuk dorëzohen kurrë. Por e mbyllën raundin e tretë atë ndeshje. Me knockout fitova. Me knockout, po. E ndeshjen e dytë kur e bëre? Ndeshjen e dytë e kam bërë në Myni, e kam bërë me 1 maj, kundër një hungarezi. Më janë tërheq 2 kundërshtar brenda 3 javë më tërheq, edhe nuk e dishim të do boksoj, por nuk boksoj, vetëm i kam thënë trajnerit tim dhe menaxherit që mbjet cili kundërshtar duhesh. Unë duhet boksoj, se jam përgatitur. Edhe më kanë gjetë një hungarez, edhe unë se dija fare si bokson ai asgjë. Vetëm më ka thënë Kelmen do futesh një herë qetë, ta shikojmë si bokson, se ishte edhe më i gjatë. Por ai si të them, ai adrenalina ime vetëm. Nuk është ky, e? Jo, nuk është ky. Ky vjen mbrapa po. Vjen mbrapa, Po, ky ky i vjen tretë. Po i tjetër foto se më duket e kam regjin, po më duket regjia ime është është E ky? njëjtë. Jo, ha? ky është i njëjti. Është i njëjti, po, okay, ky është bukur. i njëjti. Okay, në rregull. Edhe ata e mbylla për 50 sekonda. E hodha për 50 sekonda. Për 50 sekonda e hodha të Po. hungarezin, Po, e? hungarizin, po. Domethënë Knockout edhe. ai. knockout. Knockout. Nuk pritet ti. Jo, nuk Tifozat ju shkon biletat dëm. Vetëm më tha trajneri, tha Kelmen pak avash, ta shikojmë si bokson, por un jam një luftëtar, më pëlqen lufta dhe aty pastaj e mbylla për 50 sekonda ndeshjen e dytë. Bravo. Bravo gjigant. E kjo ndeshja e tretë. Kjo ishte ndeshja e tretë me 28 qershor e kisha këtë, po në Myni, kjo ishte ndeshje shumë e madhe, ka qenë salla plot me shqiptarë që nuk e harroj kur këtë ditë. Dhe kjo ka qenë kundra këtij Slovakut, që ky ishte 3-0, edhe ndërsa unë isha 2-0, ky ishte të 3 ndeshje kishte të fituar me knockout. Dhe aty njëri do dilte fitues. Dhe aty unë qesh ai që dominova lojën në fund, boksuam 4 raunde, këtë se hodhëm në knockout. Ishte plani ta ishim knockout, por e rezistoi deri në fund. Ashtu, e? Po, rezistoi në fund edhe dola fitues edhe. Dorën fitues. Tani Bravo. jemi Qoftë. 3-0. Bravo. Kur e ke ndeshjen e rallës? Ndeshjen e radhës e kemi me 29 nëntor. Do jetë po në München, do jetë një organizim shumë i madh. Kjo është një ndeshje për mua shumë e rëndësishme sepse tani na vin ndeshje më të forta, mbasi jemi 3-0 dhe unë duhet boksoj edhe më të mirët, që ta tregoj veten që unë jam në grupin atyre më të mirëve. Nga cili vend vjen ai kundërshtari? Nuk është vendosur akoma, por besoj do vendoset brenda këtyre javëve do vendoset. A janë disa që jeni tu, domethënë, kundërshtarin e zgjedh federata juaj apo e zgjedhin I ata? bëjmë kërkesë federatës dhe federata na tregon pastaj që këto janë këto kundërshtarë që ne na çojmë përpara. Që janë potencial. Po, që janë potencial që unë duhet jem dhe më të mirë, duhet A, të futem top 10. Ka ndodhur ndonjëherë botës. ty më thon, "Okay, më nxjerr ti shofshi ta di se cili është më i dobët ta marr." Jo, s'ka ndodhur. S'ka ndodhur. ka Nuk i ndodhur. shikon fare kundërshtar. Nuk e shikoj, në amator unë kam qenë kështu Altin, më thonte trajneri që Kelmen ke për të boksuar në fundjavë. I thoja direkt, më regjistron listë do boksoj. Nuk më intereson se ku ishte kundërshtari, shkoja atje, e rrija, hidhe në tokë edhe ike shtëpi pastaj. Ky ishte plani im. Po pse interesant valla. Bravo çoft. Interesant. Allah çoft. Faleminderit. Arbitrar Turqi. Faleminderit. Me E siguri, ke, më fal Marash, po thuje. me siguri ka pas njerëz që të kanë thënë si 21 vjeçar është vonë mu marrë me këtë sport. Shumë kanë thënë që Kelmen është vonë, si do e dalësh. Unë kam thyer, në fakt kam thyer edhe dorën 4 herë. 4 herë ke thyer 4 herë dorën. kam thyer dorën. Duke u ndeshur. Po, dikur ndeshur. E kam thyer herën e fundit 2022-shin në amator kundër një rusi. Në amator boksova vetëm 3 raunde. Unë në raundin e dytë kam thyer dorën me rusin dhe shkova tek cepi pastaj që bër pushimin dhe vazhdonte raundi i tretë. Trajneri fliste me mua, po në mendjen time ishte si do ja dal raundin e tretë, nuk i tregova se ndoshta më ndërprente ndeshjen. Edhe pastaj jam fut në raundin e tretë, kam boksuar vetëm me të majtën, pastaj rusi është fut përpara që vetëm
të më hidhte në tokë, aty pastaj kam gjuajtur edhe me dorën e thyme. Edhe prap fitove. Edhe dole fitues u shpalla kampion i Bajrit. Bravo. Ke pas Bravo. operacion? Po, kam pas operacion, po. Shihet. Kam edhe heker brenda, prandaj gjuaj edhe me forcë se kam heker brenda. Pas më shikë hekur, prandaj mos e trego këtë sekret valla. Mos e trego valla këtë sekret si ti me hekur apo gjujshe. A ki mo dhimbje tash kur bokson me këtë dorë? deri tani du kam shnosh shumë mirë. vite që s'kam problem më dhe nuk e kam në mendje. Fillim ishte pak ajo kur kam fituar ndeshje mas operacionit, lot më kanë dalur sepse nga shumë sportistë e kuptojnë se çfarë do të thotë kur e ke diçka pasion dhe nuk mundesh ta vazhdosh sepse lëndimet janë të mbajnë, të bllokojnë. Është një bokser tjetër nga Lushnja. Ke muhabet me te? Por Floriani për Florian Marku. kemi kontakte, është një bokser shumë i mirë edhe po na nderon gjithë botën. Kemi kontakte, po i uroj edhe unë shumë suksese. A ke pas mbështetje prej tij ndonjëherë kështu sepse edhe ai ndoshta e din se çfarë është vuajtja, e din pak a shumë çfarë është ka pas dëshirë edhe në fillimet e veta për ta suportuar dikush për ta mbështetur. Nuk kemi pas kontakt aman afër që të më suportonte kështu, por më ka uruar gjithmonë që më ka shkruar orë kështu. Okej, bravo. Po mirë, edhe ajo mjafton. Po, normal. Bukur shumë. Tani familja jote si e pret vendimin tënd për qenë boksier? Babi për herë të parë ka qenë tani në qershor, ka qenë për herë të parë që më ka parë ndeshje, ka shumë vite nuk ka ardhur, se babi jeton në Shqipëri. Edhe ka pas një emocion të papërshkrueshëm, edhe më tha dhe vetë mbrapa që zemra më rrjetë shumë që normal çdo prind shohë fëmijën e tij duke u rrahur aty është diçka. Absolutisht, është diçka pak emocionale, pak vështirë për ta përjetuar, për ta shikuar. Realisht, a e ke kalu gjitha sfidat e këtyre problemeve, varfërive, vuajtjeve, letrave, dokumentave, sot jeton mirë Kelmen? Falenderoj Zotin, jetoj mirë. Unë them edhe kjo nuk është kurrë turshme, ne kemi qenë të vegjël, ishim të lumtur kur kishim diçka në tavolinë që të hashim. Se ashtu kanë qenë mundësitë atëherë, babi mu mundonte shumë që për ne fëmijët të bënte diçka që mos na mungonte, por falenderoj Zotin, jam i lumtur, një herë kam shnetin, kjo ka rëndësi, por gjithçka tjetër nuk mungon asgjë, familjen e kam të shëndetshëm, edhe vetë jam shumë mirë, falenderoj Zotin. Bën një punë tjetër përveç boksit? Po, kam edhe një biznes timin që e kam aty. E ke hapur një biznes tonë? Po, kam edhe një biznes timin që e kam, por më i fokusuar jam tek boksi. Bravo. Më i fokusuar jam tek boksi. Ku shikon veten pas 5 viteve, 10 viteve? Fjalët janë tepër, vetëm veprat janë, por unë them duhet bëhem kampion bote. Kampion bote. Kjo është ëndra ime dhe nuk do dorëzohem kurrë. Vetëm të kem shëndetin, të kem familjen mirë dhe duhet të bëhem kampion bote që ta ngri flamurin kuqezi sa më lart dhe t'i krenoj gjithë shqiptarët. Bravo qoftë. Bravo. Pra ti bokson për flamurin kuqezi? Po, boksoj për flamurin kuqezi. Bravo. Bukur shumë. Edhe sa je lidhen sot me Shqipërinë? A shkon shpesh për pushime? Shumë, që kur ika i vogël dhe kjo mungon shumë. Më mungon shumë sepse ka qenë koha që unë jam lindur dhe jam rritur atje, kam kaluar momente më të bukura të fëmirisë, por shkoj shpesh, shkoj që ja takoj familjen, se më jeton familja, më jeton edhe në Shqipëri, vëllezërit më jetojnë në Itali, por kam babin që e kam në Shqipëri, që jeton atje dhe e vizitoj shpesh. A ke nërman dikur në të ardhmen më kthy me jetu në Shqipëria, ke vendos me najtë për gjithmonë? Them drejtën po. Ke nërman me shkun në Shqipëri? Jetoj atje edhe atje më rre zemra më mirë mu. Normal, Gjermania më ka dhe mundësit shumë të mëdha që jam shumë falenderues për këtë. Që ky që jam sot edhe Gjermania më ka dhënë një ndihmë, por me Shqipërinë nuk e ndroj as i vend. Besoj ato problemet që e ki pas si i ri, sot nuk i mo. Sot nuk i kam më, sot janë harruar, tani jam bërë djalin mbar. Apo është nervoz shpejt tash Kelmen? Jo. Me ta prish dikush tash të rezin apo diçka, si vepron? Si është veprimi jot, reagimi jot? Tani e kam më kontrolli më mirë se boksi më ka qetësuar, më ka bërë që edhe mosha normal, po edhe boksi reagoj komplet ndryshe, reagoj që ti zgjedh punët, edhe nëse fillon dikush bëhet agresiv, unë shkoj jap dorën, bëja mos unë i di aftësitë e mia se kush jam. Po, edhe jap dorën. Po, jap dorën më mirë. Ti vepron si Luanin këtë mes, domethënë. Po. Okej. Tash me dal me makinë, me ta nxjerr dikush gishtin e mesit, si vepron ti? Po çfarë them, vetë që bëj kështu, okay. Po, faleminderit. Çe ke pjekur domethënë. Po. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse logjika është më e fortë se sa krahu. Po, normal. E parasysh. Logjika është më e fortë se sa fuqia. Po, un kam plan jetë të arrit diçka, të bëj familjen krenare. Kjo
Kjo është, unë kur shikoj familjen time që është e lumtur, unë kam arritur gjithçka, kam fituar gjithë botën, them gjithmonë. Dhe kjo është plani im në jetë, bëj familjen krenare të arrij diçka në jetë. Këto gjëra tjera, këto vetëm të të çojnë ta poshtë dhe nuk të çojnë kur përpara. Bravo qoftë King. Bravo. Faleminderit. Tash si përgatitesh për ndeshjen që e ki me 29 nëntor? Përgatitem 2 herë në ditë. Është një përgatitje shumë e madhe, sparring kemi shumë që këtë herë do ndeshim 6 raunde. Jam ndeshur 4 raunde deri tani e kam 6 raunde, edhe kjo do jetë një sfidë më e madhe sepse edhe se kur 1 ose 2 raunde të jenë kur je në ring, aty e kupton pastaj çfarë do thot 3 minuta ose 6 minuta. Do të thonë 2 herë stërvitesh në ditë. Po 2 herë. Plus edhe biznesin e ke. Plus edhe biznesin që e kam. Kohë të lirë. Them drejtën, nuk kam kohë të lirë fare. Jeta ime, kohën më të bukur ja kam dhuruar sportit, por nuk jam pishman kurr. Jam i lumtur sepse sporti edhe më bëri ky që jam sot unë. Tjetër hobi, pasion, diçka Përveç dashurisë. Hobi kam, më pëlqen shumë që t'i në male. T'i në male, të shëtis në male, edhe sepse gjatë gjithë kohës sport dhe asgjë tjetër. Kjo është jeta e një sportisti. Nëse do të arrish diçka, do të jesh disiplinuar, ti vesh rëndësi boksit ose sportit, çdo lloj sporti vesh 1% dhe aty mund të arrish diçka në jetë. Bukur. Marrësh? Mu më do këtë interesant. Ma e pëqet kuqin t'ja bëj do pyetje Ja, bëj. Kingut këto nga lushnja se që ka djali i mirë përveç se boksi i mirë. Kelmen, do t'i bëj disa pyetje? Me speca po. Jo, nuk janë me spec. Ja, shumë e gjizja. Thjesht do zgjedhësh njërin prej, nuk lejohet me zgjedhë të dyja, vetëm njërin prej kësaj. Okej. Bukur. Kelmen Dalili, çfarë zgjedh me humb? Një ndeshje boksi por me dal bukur në foto, apo me fitu por me hunë thyrë? Me fitu edhe me hunë thyrë. Me fitu edhe me hunë thyrë. Po. Bukur. Çfarë zgjedh Kelmend? Të bësh dietë gjithë jetën, apo të ikësh çdo ditë 10 km, të ecësh çdo ditë 10 kilometra? Të eci çdo ditë 10 kilometra. Dieta është shumë e keqe dhe e di se çfarë do të thotë që të bish nga kilet e diçka për ne sportistët është lufta më e madhe. Okej. Më mirë një trofe i madh pa para, pra merr një titull të madh pa para, apo një zarf i madh me para, por pa trofe. Tashi është një kup, Po. po jo pare, apo do pare pa kup. Jo, unë dua kupën sepse kupa është ajo që tregon që për punën që kam bërë unë dhe vlerësimi për mua. Lekt është një letër, por kupa është vlerësimi më i madh për mua si sportist. Domethënë, bien lekët, fiton kupa. Po. Bukur. Çka zgjedh Kelmen? Me dal kampion bote një herë, apo me pas bark me pas pak bark të shesht gjithë jetën. Pra domethënë, interesant që ka kjo. Prit. Me qenë kampion bote vetëm një herë, jo më shumë, apo gjithë jetën me qenë fit gjithmonë, s'ka nevojë për stërvitje. Ëndra ime është që unë të bëhem kampion bote, edhe fit do jem gjithmonë. Ti thu mos i zgjedh të dyja, po unë Si ti je kampion bote, je edhe fit normal. edhe fit. Çka zgjedh? Më bukur me qenë i bukur por i pa ditur, pra me qenë i bukur po i pa ditur, apo i ditur dhe i shëmtuar? Bukuria është diçka që shihet, por dituria të çon jetë përpara. Diturin do zgjedh. Dhe i shëmtuar. Po. Bravo. Okej. Më mirë të humbësh flokët apo të humbësh kujtesën? Më mirë të humbësh flokët. Edhe përderisa do jetë pa keq fillimi, po më mirë të humbësh flokët. Çfarë zgjedh Kelmen? Të flesh 20 orë në ditë apo mos të flesh kurrë? Më mirë mos flesh kurrë se sa 20 orë në ditë. 20 orë në ditë shkon jeta vetëm gjumë. Okej. Më mirë të jetosh në një shtëpi pa tualet apo një shtëpi pa dritare? Më mirë një shtëpi pa dritare. Tualeti duhet se do të shkojmë pyll pastaj. Çfarë zgjedh Kelmen? Me jetu 200 vjet i varfër, pra 200 vjet i varfër, apo me jetu 20 vjet por miliarder? Me jetuar 200 vjet i varfër sepse leku nuk është gjithçka, them unë.
ajo është diçka që ty të zbukuron jetën, ta rregullon jetën, por edhe kur je i varfër, diçka e vogël të lumturon. Sepse kam kaluar edhe vetë, edhe kur kishim diçka të vogël na lumturonte edhe rëndësi ka rrethi që ke. Parja s'bën të lumtur. Për mendimin tim. Po. Të lumtur s'bën, bën plotësuar, po të lumtur nuk bën. Kështu me dashurinë si ke punë? I fejuar, i martuar, i dashuruar, Jo, ka më beqar. akoma beqar. Po, ka më beqar. Ke ndërmend me gjetë një vajzë në Shqipëri apo në Gjermani apo ku ke në plan? Po, shqiptare normal, të shikojmë ndoshta avash kemi kohë. Tani kemi vënë rëndësi boksit, por Okej. 100% fokusuar tek boksit, shikojmë më vonë. Me çfarë muzike futesh në ring? Me muzikë shqiptare futem. Cilat këngë i merr zakonisht? Kuqezi, të Elvana Gjatës, ajo është që na jep emocion Ke shumë. emocion po patjetër. Po. Po kemi edhe noise-in e gjithë ato që na japin edhe shumë atmosferë të bukur kur hym në ring. Okej, çfarë mendon para se më hyn në ring? Për çfarë mendon? Sepse ka një emocion pa përshkrueshëm realisht. Kur e din që të pret gjithaj publik. Un kam një ngarkesë shumë të madhe, jo vetëm unë, por çdo boksier, sepse që mos zhgënjesh shikuesit, mos zhgënjesh shqiptarët, mos zhgënjesh familjen, është një ngarkesë e madhe. Unë them gjithmonë që për mua kundërshtarun e shoh si një gur që është përpara meje që do ta heq me një krah, që të lëroj rrugën që të eci më përpara. Ai është mendimi im që të hy në ring dhe aty ta shkatroj. Mbrapa e respektoj dhe më bëhet qefi gjithmonë që unë kundërshtar nuk i ndodh gjë e keq, sepse siç pret edhe mua familje, pret edhe atë familjen në shtëpi. Bravo çoft. Tash na fol pak për ndeshjen e fundit. Ku është, e di me adresë me gjitha që të bashkohemi ne atje apo jo? Do jetë në Unterschleißheim, që është 15-20 minuta nga Myniu, edhe është Balahaus, aty do jetë ndeshja, është ndeshje shumë e madhe. Shpresoj të shoh shumë shqiptar atje. Atë kanë për krah shqiptar deri sot në karrierën tënde. Shumë, sinqerisht, unë kam edhe nga Gjerman që më përkrahin shumë, por them 95% unë i kam shqiptar gjithë. Ato si edhe ndeshjen e kaluar, ato e shkatrojnë me sallën, e bën një atmosferë pa përshkrueshme, që më jap një emocion që për ne sportistët kjo është një forcë, kjo është një motivim që kur dëgjoj shqiptarët të që bërtasin edhe thresin emrin tim, kjo është një motivim. Vetëm e kemi të keqe, bo me hum tani. E ke parasysh në shqiptarët bëjmë tifoz, e ke pa ndeshjen e futbollit? Po, jam parë. Ne bëjmë kur të bëjmë gola, ne gjithë hedhim java. Kur humim, krejt ja shojmë në onë. Shumë orskesh kjo pjesa jona. Ne duhet me suportu një artist edhe kur hum edhe kur fiton realisht. Ndryshon. Apo një bokser, apo një futbollist, edhe kur hum duhet me thonë Kjo është pjesë e sportit. se është, po pjesë e sportit, absolutisht, edhe humbja dhe fitoria. Bukur. Kelmen, më vjen shumë mirë për arritjet tua. Unë të përgëzoj dhe të uroj shumë suksese dhe realisht sa herë të kesh nevojë për neve e ke derën e hapur. Ju falenderoj nga zemra për këtë ftesë dhe sepse për ne sportistat kjo të ka thot shumë, sepse ju jeni ata që na çoni përpara, suporti juaj ne ecim përpara, ne motivojmë. Puna është e jona, por suporti nga ju ne nuk mundemi pa ju, sidomos pa shqiptarët e mi, dhe i falenderoj gjithmonë nga zemra për këtë. Gjithë të çunat që në fillim të janë problematik, kur pjekin i bën më të mirë se sa do ndjem më të Është mirë. eksperjenca. eksperiencë, bën më të mirë se sa se sa të tjerët normal. Kështu që Born to be King Kelmendi aty. Faleminderit që ishën në Full Ship Show. Shumë faleminderit. Të përcjellim me Eduard Rokitje, on të big up edhe shumë suksese. Shumë faleminderit. Ju më të mirat për ju. Faleminderit shumë, Zoti zoti ju i ruaj. tryt. Big up.